Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala në një takim me prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara në qendrën e shërbimeve komunitare të integruara në Prush, prezantoi masat e reja të miratuara nga qeveria shqiptare në mbështetje të kësaj kategorie dhe familjeve të tyre. Gjatë bashkëbisedimit, ministria theksoi se nga një korriku 2026 do të dyfishohet pagesa mujore për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërsa do të njihen kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 14.000 ndihmës personal që kujdesen për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara. Sipas saj, me aktin normativ janë siguruar fondet për zbatimin e këtyre masave. Të rinë tanë, fëmijët tanë, kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar. Jam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ, ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14.000 kujdestar prindër, për ata që janë herojtë e fshehtë për mua, që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje. Absolutisht jam falenderuese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Patjetër ndihmesa e ministrisë ka qenë parsorë, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet. Jo çdo gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministri i Shëndetësisë, por gjithashtu mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur. Ka ardhur koha tashti që është ajo që thoni juve, që të jetë e buxhetuar baza e shërbimit. Ne duam të replikojmë praktika më të mira, në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla, ku ofrojmë këtë lloj shërbimesh që janë të domosdoshme jetike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të ecë përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm, bëhen gjithmonë me partnerë, por bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Ministria Sala vlerësoi gjithashtu modelin e qendrës së shërbimeve komunitare të integruara në Prush si një shembull të shërbimeve sociale pranë komunitetit që ndihmojnë përfshirjen, rehabilitimin dhe zhvillimin e potencialit të çdo fëmije.